Kryetari i Bashkisë Has, Biftar Dauti, zhvilloi takimin e Komisionit të Mbrojtjes së Civile për marrjen e masave në përballimin e situatave që mund të ndodhin gjatë sezonit dimror, nëntor 2025 mars 2026. Drejtoresha e Mbrojtjes së Civile, Arberie Rada, evidentoi pikat kyçe të planit të masave, duke theksuar dhe rëndësinë e zbatimit të këtyre pikave që lidhen kryesisht me sigurimin në vazhdimsi të furnizimit me energji elektrike, ujë të pishëm, artikuj jetësor dhe burime njerëzore zonave në rrezik. Bashkëpunimi efikas të subjekteve kontraktore të rrugëve me Policinë e Qarkullimit Rrugor për zbatimin e rregullave të qarkullimit në rastet e bllokimit të rrugëve nga rreshtet apo ngricat, mbajtja në monitorim të vazhdueshëm e rezervuarëve me qëllim parandalimin e situatave emergjente dhe lajmërimin e hershëm të popullsisë. Njësitë alternative në bashkëpunim me zyrën arsimore duhet të punojnë në drejtim të mirëmbajtjes së procesit mësimor nëpërmjet të përmirësimit të infrastrukturës së ambienteve shkollore, si dhe duke patur plane të qarta mbi vazhdimin e procesit mësimor në kushtet e emergjencave civile dhe furnizimin e tyre me lëndë drusore, u tha kështu në mbledhjen e Komisionit të Mbrojtjes së Civile të Bashkisë Has.